Dashi, në dashuri dita e sotme sjell mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese përmes një bisede të hapur dhe të sinqertë. Në punë, mund të përballeni me një sfidë të vogël që do të kërkojë vëmendje të detajuar, por do ta kapërceni me vendosmëri. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Demi, sot marrëdhëniet romantike mund të marrin një kthes pozitive nëse jeni të hapur për kompromis. Në ambientin e punës, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të mira dhe mundësi të reja. Në aspektin financiar, një pagesë e vonuar mund të vijë papritur duke ju lehtësuar disi. Binjakët, në dashuri mund të ndjeni të pavendosur ose të paqartë për ndjenjat tuaja, prandaj shmangni vendimet e nxituara. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos ndaj lodhjes mendore. Ekonomikisht, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të planifikuar shpenzimet. Gaforia, marrëdhëniet personale janë të qeta dhe harmonike, duke ju ofruar ngrohtësi emocionale. Në punë, organizimi është çelësi për të përfunduar detyrat në kohë dhe pa stres të panevojshëm. Në financa, mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një rimbursim ose përfitim të vogël. Luani, dita sjell pasion dhe spontanitet në jetën tuaj dashurore, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat. Në punë, entuziazmi juaj do të infektojë edhe të tjerët, duke krijuar një atmosferë pozitive. Në aspektin financiar, është një ditë e favorshme për të kërkuar mundësi të reja fitimi. Virgjëresha, në dashuri, mirëkuptimi dhe durimi do të jenë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Në punë, mund të merrni një përgjegjësi të re që do të kërkojë angazhim të plot, por që do t'ju sjellë përfitime afatgjata. Financat janë të balancuara, megjithatë, është mirë të shmangni investimet e rrezikshme sot. Peshorja, romanca është në ajër dhe sot mund të ndjeni afërsi të veçantë me partnerin ose një person të ri. Në punë, një projekt i nisur kohë më parë fillon të jap rezultatet e para pozitive. Kujdes pak nga lodhja fizike, sigurohuni të pushoni mjaftueshëm. Në financa, është një ditë e mirë për të bërë plane të reja, por jo për shpenzime të mëdha. Akrepi, në marrëdhënie dita sjell qartësi dhe stabilitet, duke ju ndihmuar të merrni një vendim të rëndësishëm. Në punë, aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen nga të tjerët dhe mund të merrni një propozim të ri. Financat janë të sigurta, por është koha të mendoni për kursime afatgjata. Shigjetari, një surprizë e këndshme në jetën tuaj sentimentale, veçanërisht nëse jeni beqar. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe do të arrini të përfundoni me sukses detyrat më të vështira. Kujdesuni për shëndetin mendor duke gjetur kohë për veten. Në aspektin financiar, mund të merrni një lajm premtues lidhur me një investim të mëparshëm. Bricjapi, në dashuri mund të ndiheni të mbështetur dhe të kuptuar nga partneri, duke rritur harmoninë mes jush. Në punë, është momenti i duhur për të ndarë idetë tuaja dhe për të kërkuar bashkëpunime të reja. Në financa, një shpenzim i papritur mund të kërkojë rishikim të buxhetit. Ujori, marrëdhëniet personale mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje dhe komunikim të hapur. Në punë, durimi dhe këmbëngulja do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo pengesë që mund të shfaqet. Kujdesuni për shëndetin duke mos e tepruar me angazhimet. Peshqit, në dashuri ndiheni të frymëzuar për të bërë një hap të ri ose për të rindezur pasionin me partnerin. Në punë, krijimtaria juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni një ofertë të papritur. Financat janë në rritje të lehtë, por duhet të vazhdoni të jeni të kujdesshëm me shpenzimet.